Mirëmëngjesi njerëz, mirë se keni ardhur në një video tjetër, në një video të re. Këtu unë jam tek qendra tregtare, sepse nuk arrita dot që të filmoja. Edhe do ikim do blejmë dhuratën për shoqën e Zoit, për ditëlindjen e saj. Jashtë është shumë ftohtë, po bie borë. Ikim te fëmijët. Mua po më pëlqen ky kostumi, që ka edhe prit, thot 3 pjesë aty më duket. Nëse ky kostumi po më pëlqeka. Është shumë cute. Është edhe ky tjetri goca, sa i madh të dukur ka. Në fakt në video dukur ka ngjyrë hapur, por është si ngjyrë si ngjyrat e vjeshtës, si ta shpjegoj unë. Është shumë i bukur dhe ky. Kemi dhe këta opsionin tjetër që është më i trash. Ky që nga shumë i bukur. Është i trash me push. Si përfundim e bëri çunë. Sa mirë. Po e bëri çunë kishin ndjerë frikë me këtë. Ke parasysh? Ai paralizuar, ndoshta dhe fëmia, po që çunë mashallah sa i mirë që është. Pa ja është ka lindur? Jo, bën. Pa mirë, pra po s'ka lidhje sa është trashëguara. Anti, që po han goqa? Biçik mamit. Zoj, biçik mamit. Dhe japësh mamit. O zot! Faleminderit. Nuk do me mami. Ha goqa. Dhe japësh mamit. Hej goca. Erdhëm në shtëpi. Si që ishim të kafja, piva do me thënë me atë shoqen, në fakt, ku e kam unë atë? Eshte më karroca poshtë. Presni pak. Në të karroca se mori ti? Karroca, të qesa në parë? Ajo e lakitit, ka fot atë kostumin që e marra e kosës e ditës. Atëherë, si që po të regoja goca, vajtëm të TK Maxi edhe mora një kostum për shoqen e Zojit, me qenë se ka pas ditëlindjen 2 ditë përpara Zojit, edhe pim një kafe me një shoqe, me shoqen e përhershme. Është shumë ftohtë jashtë, ka rënë borë, është duke rënë pak borë akoma, edhe është shumë ftohtë, minus. I mora atë kostumin roz, atë të fundit. Më pëlqeu më shumë ai. Edhe ishim edhe nga supermarketi, te Aldik, edhe te Turku. Do të tregoj se çka kemi marrë. Por ja të fus pak to enët, se më janë tharë. Që kam larë. Edhe sot në fakt, nuk e di, duket se nuk e kam thënë, as te vlogu më përpara, që do vinte vllai, por nuk erdhi dot, se për arsye që nuk e ka mamin pa shef. Nëse tem tjetër kjo, më mërzita pak, por gjithsesi. Ndoshta vjen, nuk e di, jam shumë e sigurt, po erdhi brenda kësaj jave. Edhe kështu. Se erdhi dot. Gjithsesi, rëndësi ka që shëndeti mamit të jetë mirë, se gjërat e tjera do i rregullojmë. Zojt i kaloj pak orari i gjumit, se ora 3 tani. Nga që dolëm me vones edhe prandaj zuri gjumit direkt tani. T'ju tregoj se çfarë kam marrë në market, edhe pastaj do filloj do bëj drekën, se nuk e kemi bërë akoma. Do bëj një pilaf me korpudha. Tani dua t'ju them që me që se isha te TK Maxi, unë të shtunën kisha marrë këtë. Kjo është shampo. Por, unë se kisha vënë në re që kjo ishte shampo, sepse unë kërkoja zbutës për flokun.
Nga që këtu lexonte Mega Moisture, do me thënë shumë zbute, diçka e tillë, nuk e vura re këtë shampo, sepse unë nuk përdor shampo, asnjë shampo tjetër përveç asaj që kam, që është për zbokthin, sepse shampot e tjera më krijojnë direkt zbokth, dhe kam vetëm 2 shampo kam që mund të përdor. Edhe vajta sot për ta kthyer, nuk e pranuan, se nuk kthehen këto gjërat ta. Okej, thash, do ta mbaj tjetë aty për njerëzit, kush vi miqt që ti kemi, ja ku është shampoja këtu. Kështu. Hajde, kjo ka 1000 mililitra, 1 litër. Nëjse, dhe e ako e gjeta. Këta mora si hidratues, balsam, diun, kështu. Mora këta. Se nuk kisha. Një e kam që është mask, por unë me sa di unë, maska nuk përdoret sa herë që lajt floku, do me thënë sa herë që e lajmë, përdoret më rrallë. Ja ku janë gjëra që kemi marrë, atëherë kemi qenë tek Aldi edhe tek Turku. Tek Turku ka marrë krah, ka marrë, këtu ka planca, krah, planca dhe këtu kam mish për gjell, që është pa kocka. Këto morëm të Turku, morëm edhe simite. Kash. Dale sa bën këto? Se kam faturën këtu. Këto bën 23,35. Okej, ndërsa te Aldi që kemi paguar 83,80 kemi marrë kosë grek, kefir, ka marrë 3 kërpudha, sepse një do ta përdor tani, ndërsa 2 do t'i lë se do i bëj ditë tjetër, edhe nuk është se do t'i lë shumë se ne i ham, se na pëlqejnë. 2 qumësh, prap kosë grek, kemi marrë brokoli, 2 banane, ka marrë brinj, 2. Zakonisht unë mishin e marrë te Turku, po ndonjëherë qellojnë dhe këtu të mira dhe thash ok, po i marrim këtu. Pene, këta e mora te Turku dhe ftojnë. Morëm si këto, unë këto i kam qef në fakt, më shumë darket ose kur ka Big Brother i konsumoj. Kemi marrë fileto te Aldi, nga kjo baget, mora dhe këtë që e fillova pak rrugës, oriz, nga këto pistakjo, do me thënë fistiqe i themi neve, nuk e di si thoni ju, apo kështu thohen. Edhe kaq, këto ishin edhe blerjet që bëm tek kefirin e thash që kemi bërë në supermarket. Gati 100 euro, jo gati, por 100 euro kanë ikur sot. Tani duhet që ti sistemoj. Ka marrë dhe limona, sa harrova. Ka gjë tjetër këtu? Jo. Këtu kanë futur filetot e pulës që janë këtu poshtë, i skuqa shumë pak veç njëherë, sa ato nuk është se kanë shumë nevojë, edhe tani kam hedhur dhe kërpudhat sipër. Erza si pas dëshirës, por kryesorja është hurdhra. Dhe hurdhrën e ka futur pluhur, nuk doja ta hedhja kështu kokët, pasi mund t'jap edhe pak zojit, kështu që nuk doja që ta fusja kokër. Tani, unë këto do t'i lë këtu, që të skuqen sa do me thënë derisa të iki langu këtyre kërpudhave, dhe nga ana tjetër do vë ujin e pilaf, ujin e orizit. Që të valoj, do me thënë.
mbrëma goca, mirë mbrëma nga një ditë tjetër. I njihni këto që janë? A i njihni? Kemi marrë planca sot të Turku, në fakt morëm që dje, u a thash, i kam zjerë dhe po i ndaj në 3 pjesë sepse do t'i bëj në gatime të ndryshme dhe tani po bëj atë që do me thënë gatimin e parë që kam menduar. Pasi i kam zjerë, do t'i bëjmë të skuqura sonte, se vajti edhe pak vonë për t'i bërë gjell ose na gjë tjetër. Do t'i bëjmë të skuqura me vezë edhe do t'i lyejmë me pak miell misri që të marri vezën. Dhe janë zjerë goxha mirë me thënë të drejtën, nuk e di më tregoni ju i hani plancat, sepse e di që ka njerëz që nuk i kanë qef fare, por që kur isha në Shqipëri më kishte gatuar kunata, edhe dini unë që më pëlqyen shumë mua, unë se di nëse i kisha provuar ndonjëherë jetën time me thënë drejtën, por kunata ime i kishte bërë me oriz, kështu në tepsi, edhe më super pëlqyen. Në fakt ajo i kishte hedhur dhe gjëra të tjera si zorr, tha, edhe mëlçi të bardha, por ishte bërë super e mirë, ndërsa unë, me qenë se na shkoj vonë tani për të bërë me gjëra tjera, thash do t'i bëj thjesht me vezë, se edhe kështu dalin shumë të mira. Tani, të thym të vezët këtu, do t'i hedh edhe krip, sepse kur i zjeva nuk është se i hodha shumë krip, për arsye se mendova, thash, unë do t'i gatuaj në gjëra të ndryshme, edhe, për shembull, nëse do bëj një gjell me qep, si tip janie ose leng, nuk e di si e quani juve, atëherë, që ishte ka? Do t'i hedh pak prap krip atje, dhe kisha frikë se do bëshin shumë të kripura. Pra ndaj më mirë a hedh atje ku i gatuan. T'i rahim të vezët, t'i hedhim kripën, t'i heca erza, si pas dëshirës. Marrim erza. Erza, këto. Sot nuk kam filmuar me thënë drejtën, sepse bëhet pak hurdhër. Nuk kam filmuar sepse nuk kam dalë. Kam ndetur gjithë ditën në shtëpi, ka qenë ftohtë me thënë drejtën këtu. Edhe kam nejtë në shtëpi, kam bërë 1-2 punë, kam larë komplet banjon sot, komplet cep në cep. Ma e sa blazoj, edhe vetëm në shtëpi kemi ndetur sot, s'kemi dalë. Nesër me kismet shofim si do jetë dhe koha, sepse nesër më vjen edhe vllai, si që thash, e preu biletën sërish, këto flokët e mia o zot. Ja, i kam këtu erza, nuk duket. Nëse, ta trazojmë. Do hedhim dhe miellin e misrit tash, jo me miell gruri, por me miell misri. Më pëlqen më shumë, mendoj, por është më e shëndetshme. Hej goca, përshëndetje nga dita tjetër i këtij vlogu. Nuk e di, drita nuk është aq mirë këtu sepse është koha e keqe, domethënë është kohë shiu edhe është si errësirë. Ne ishim unë, domethënë, isha pak me Zorin paradite tek ajo shoqja për ditëlindjen e saj, që ju tregova dje, edhe pas u kthyen pak tek marketi, morën 1-2 gjëra të vogla që më duheshin, domethënë që mbarojnë pak më shpejt se të tjerat. Dhe sot vjen vllai me është rrugës, ai në orën 6 të zbret, ka ardhur me Flixbus, edhe telefoni, edhe zjat
rruga goxha me thënë drejtën, sepse Flixbusi ndalon rrugës, plus bën dhe një ndalesë më të madhe që ndalojnë që pushojnë njerëzit. Nuk e di kush ka udhëtuar nga ju me Flixbus, mua më pëlqen me thënë drejtën, edhe pse më pihesh, është rrugë e gjatë, por gjithsesi ai është duke ardhur, mezi po e presim dhe besoj se Iliri do shkoj ta marrim pas dita, nuk e di, do shkojmë edhe ne apo jo, nuk e kam vendosur akoma, sepse kam hallin e Zoit, se ajo nuk rri shumë gjatë në Sogjolino, edhe kam frikë të dal, se mos ndoshta do qaj shumë rrugës, por nuk e di. Edhe kam vendosur që sot për darkë të bëj një pastiqe do ta bëj me fileto pule. Nuk e kam bërë asnjëherë me fileto pule, unë e bëj të thjesht me djathë kaçkava, domethënë unë e bëj thjesht me djathë të bardhë, me gjalp, me vezë, me qumësh normalisht, e bëj këtë thjesht tradicionale siç është, por sot do ta bëj me fileto pule sepse është shumë e shijshme dhe këtë e kam provuar kur kemi bërë, domethënë që kemi bërë një herë grill në ver jashtë, kishte bërë një shoqja ime, edhe më ka pëlqyer. Prisni se mbaroj kjo. Edhe ashtu po mendoja që ta bëja, nuk e di sa e mirë do dali, por uroj të dali e mirë. Dhe si që thash, kthyem tek marketi, kam marrë një nga ky djathi, kam pak, por doja hedh pastiqes. Kemi marrë qumësh, domethënë qumshi që mbaron më shpejt, se ne pim çdo ditë unë një herë. Kam marrë banane, kam marrë edhe një mish të grirë. Ky është 50 me 50, 50 viç thot, 50 dert, nejse, unë se pas marrëm këte, se do hym punë të gatuaj ndonjë gjë këto ditë, me qenë se kam edhe vllajin, shkoj. Mora kështu, që quhen to, prosciutat vogla, edhe pak. Pas ka kohë për skadim, shkurt s'ka doka. Se mendova mos ska dojnë tani afër nga që janë bërë me ullje. Këto ka marrë edhe 2 bidona me për robet. Zbutës. Pritura të regoj dhe ato. Se kjo nusja ime së të ty. Ka marrë si këto. Mira, hajt, me mora 2 sepse ishin me ofertë, edhe unë zakonisht kam filluar marrë në ato janë sa të mëdhaja fare, kur ti marrë do ja tregoj dhe juve, por nuk kam parë këto kohë, edhe thash ok, derisa dalin ato, marrin si kjo. I ndryshoj pas here me thënë drejtë se mu më duket sikur gjitha njësoj janë këto, edhe me aromat, domethënë këto blu, ne blu marrim gjithmonë, edhe me sa që ndrojnë në rrobe nuk e di. Më thanë që mos e mbush shumë lavatriçen, e mbush pak, prap po e njëjta gjë. Edhe pse kam vënë re pak ndryshimin me këtë pjesën, por jo, nuk rrin aq sa duhet. Gjithsesi, temë tjetër kjo. Kështu njerëz, kështu ishte. Unë tani me thënë drejtën, sa Hungry Book bëra drekën i Lirit, se nuk i kisha bërë gjë. Tani do iki do shtrihem, kam për të bërë dhe një dush në fakt, po nuk po e bëj tani, me qenë se kam Zoi në gjumë, sepse nata e mbrëmshme ka qenë nuk e di, pa gjumë, jam pa gjumë. Zoi u çu në orën 3 dhe nuk fjeti me deri mëngjeset. Derisa u çu, që e ndrova, edhe pastaj në orën 8:30 shkova e vura për gjumë dhe në orën 9 e zuri gjumi deri në orën 10:20, diçka e tillë. Nuk e di, s'ka fjet shumë. Edhe ka ca ditë që po më çohet natën, ndoshta e ka nga dhembët. Tani do të gjoni zhurmën. Na falni për zhurmën. Edhe si që po thoja, se iki do shtrijem edhe unë, uroj që Zoi të paktën tani ta bëj gjumin pa ndërprerje, mos të zgjohet, të fleri një 2 orë të mira, një orë po thuj se shkoj, të fle dhe unë një orë, se jam shumë e të putur për gjumë, nuk e di, kam sytë. Edhe ai doktori më tha, i syve, për tensionin e syve, buna pa gjumësia, tha, e kështu gjërash. Se di kur do marroj kjo gjë kështu, por gjithsesi.
Këto i sistemova këtu, edhe të rregulloj edhe këtu, një dy gjëra, se shtëpinë kam sistemuar, dhe fundumit. Jam duke bërë darkën goca, si që thash do bëj pastiqe, edhe këtu kam makaronat e zjera, këtu kam qumësht 4 kokra vezë, 1 litër qumësht, po besoj se do të jetë edhe më shumë qumësht, sepse kam më shumë se 1 paku makarona këtu, 4 kokra vezë edhe djathë të bardhë, ndërsa këtu janë filetot e pulës, po i jap një val që ti skuq pak kështu, që mos të rinë si të zjera shumë aty kur t'i bëj. Dhe pastaj do t'i përzej të gjitha këtu. Tani është gati për të pjekur. Ilidaja. Bravo. Ha? Ina. Maj mama. Përshëndetje goca, nga dita tjetër. Siç mund ta shikoni, këtu ka rënë borë. Nuk është se ka rënë shumë që të si hera e parë, por prap ka rënë borë edhe është ftohtë. Ne tani të tre, unë, Zoi dhe vllai im, po dalim një xhiro. Shkojmë njëra në qendra, hym ndoshta te qendra tregtare. Shikojmë edhe do kthehemi në shtëpi, po më shumë po e bëjmë për të ecur. Edhe për të dalë pak nga shtëpia. E di që është ftohtë, por jemi veshur. Edhe Zoin e kam veshur mirë, ajo u kënaq. U kënaq, sa doli te dera aty te dera e shtëpisë, u hop përpjet. Ka që nuk kemi dalë, domethënë shumë kështu që në këmbë që të shikoj. Neve tani po kthehemi në shtëpi. Është goxha ftohtë. Hej goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim, përshëndetje. Në këtë vlog do thoja. Atëherë sot nuk kam filmuar asgjë sepse kam dhejt vetëm në shtëpi, tani dolëm, ishim në supermarket. Dhe thash ta hap pak kamerën, t'ju flas pak, t'ju tregoj një dy gjëra. Edhe supermarketin. Nuk kemi dalë sot. Jam marrë me rregullimin e sistemimin e shtëpisë, sepse presim njerëz prap sot do vi Kunati nga Italia, vlla i Lirit me Nusen, edhe jam marrë, e dini ju ma se si jemi ne shqiptarët për këto, që ka vinë në vijë, si kur një njerit, më ta bëjmë shtëpinë, ta kemi çdo gjë okej. Edhe tani mbas dite ishim pak në market. Morëm një dy gjëra që na mungonin, themi. Brazilia? Më erdhi një paku goca, prandaj e ndërpreva. Tani ti sistemoj këto enët edhe t'ua tregoj edhe juve se çfarë më kanë ardhur nga TikToku. Dhe po ju tregoja që ishim në supermarket, morëm këto gjërat që na duheshin, themi, edhe nga Turku. Te Turku unë vetëm ishin marrë, si zakonisht, edhe sonte për dark do gatuaj peshk. Peshkun e kemi marrë që dje, të freskët normalisht. Tek një që është vetëm për peshk, më thënë, ai ka vetëm peshk, u e kam treguar njëherë. Dhe kam pastruar dje, brem e pastrova, ai është i pastruar, por thjesht duhen heq ato luspat edhe shumë pak fare brenda, po thoj se nuk ka gjë. Madje duhet i kisha nxjerr që të shkrin, dhe do bëj ato domethënë peshkun, nuk e di të shikoj në një gjë kështu që mund ta shoqërojmë. Nuk e di se qa, ato do vinë pak më vonë, me thënë drejtën, se do vinë me makinë edhe normalisht është rrugë e gjatë, 8 orë është kështu si zakonisht, po varet nga trafiku, dhe do e ham darkën pak vonë sonte, po s'ka problem. Tani, këto t'i fus pastaj janë drejtë e vetë tyre.
Si që të regova ishin të turku, kemi marrë mish, qingji, kemi marrë vetëm mish qingji do me thënë. Kemi marrë nga kjo vera, që e marrim të alti 3, nuk e di, e pëlqen shumë, do me thënë, është vere letë, thonë, unë nuk e pi verën, asë një lloj vere, por i liri që e pi dhe vllai i tij që e pi, e kam provuar dhe i pëlqen shumë kjo. Është e lirë, por është e mirë. Tjetër që morëm, kemi marrë një tost, buk tosti, unë mora brokoli, qep të njona, një salat. Më pëlqen shumë kjo salata, nuk e di nëse ju e konsumoni, po mua më pëlqen, e bëj tamam si salat. Speca. Ka marrë nga këto biskotat, kështu që i ham ndonjëherë. Nga këto domatet e ëmbla kështu. Tjetër, ka marrë 2 qumësht, një kefir, ka marrë një nga këto për t'i bërë në mëngjes. Në fakt, jo se këto nuk kanë sheqer në ajo, por nuk duhet t'i hashi qik me kararë, kur i thonë. Edhe me qenë se kam vllajin këtu dhe ai si këto ha, edhe mora dhe si kjo, se më kishte mbaruar. Ka marrë një holandez që do bëj ato kërpudhat dhe patate që i kam këtu. Këto do me thënë. Të gjitha këto, kam bërë një 85 euro, në bëri vetëm mishi, edhe 20 e ca këtu, goxha. Këto ishin, unë tani duhet të nxjerr peshkun, ta lej që të shkryj deri në darkë, sepse ka qenë në ngrirje dhe doj qiko, dhe do sistemoj këto, këto dhe do të tregoj edhe pak ose çfarë më ka ardhur, e hapim së bashku. Edhe kështu. Tani jemi këtu, t'i hap shpejt këto dhe të shojmë së bashku. Këtu duhet jenë dy filxana. Janë dy filxana shumë të bukur që i pata parë në TikTok. Zojnë e kam në gjumë. Duke e hapur që si i kam futur që mos të shtyhen. Një qënë ka, nëse një do kem zgjedhur. Shikojni pak. O sa i bukur, shikojni goca. O sa i bukur. Më pëlqen shumë. Këtu do pi cappuccinon time tani. Më pëlqen shumë. Nëse shikojmë të tjerat. E kam këtu lartë. Këto janë roba, këto janë veshje. O zot, e hapë me këta kasën. O, bërgarëve. Pse? 17 Pro. Duke pa shtebrimën tjetër, të mendova se t'ishin si gabim. Pastaj bukurishën nga kjo kasa, shikojeni. Shumë e bukur. Jam bërë unë tani vetëm kasa. Më thënë, isha edhe tjetë mirë, sepse fakt janë një dy kasa që nuk është më pëlqyer shumë, sepse janë shumë të ngushtë në telefonin, edhe më duket kur i tregova atë problemin që më ndodhi me telefonin,
Duket se kishe nga kasa se ishte shumë i ngushtë, edhe si duket i ka kapur shumë këto butonat, i ka fut shumë brenda. Uroj që mos tjetë ashtu. Tani, vazhdojmë hapim. Po, çfarë janë? Kam 2 palë pantallona, e di se çfarë janë. Sa kisha pa marrë. Dale. Prisni ta ullë pa kamerën kështu, që t'ua tregoj dhe juve. Ua, sa materiali mirë që qënë ka. Janë qik të gjëra, që kanë qik si shumë të gjëra. Fund me thënë të drejtën. Por, okej, janë kështu. Shumë të gjata nuk janë. Nëjse, do t'i provojmë, do t'i shikojmë, por materiali më pëlqen, janë dhe me shtrat të lartë. Janë me shtrat të lartë. Vetëm se që kanë qik si shumë të gjëra poshtë, me thënë drejtën. Të shohim. Kështu ngjyra më pëlqen edhe materiali më pëlqen. Tani... Edhe po nuk i mbajta vetë, ja... Ose i shes në Vinted. Shkrim të tjera të njërë. Nuk e mendova që dhe ishin aq të gjëra, sepse në foto sikur nuk dukeshin dhe aq, e kisha qik frika me thënë drejtën. Gjithsesi, shkrim të tjera, se kam marrë 2 palë. Këto më duket se nuk ishin ashtu. Jo. Këto nuk janë fare ashtu. Ja, sa materiali mirë që ndihet. Ja, goca. Këto janë gri e errët. Unë i kam dhe një palë gri, po i kam pak më të qelta, mora dhe një palë të tjera. Këto më pëlqej kanë. Këto i kam marrë Maja, se janë të gjërë, janë kështu, që hapen, elastike. Dhe janë shumë të bukura, shikojni? Shumë të bukura. Më super pëlqejnë këto. Okej, nice. Duhet që ti paketoj ashtu si që kisha, ose s'ka problem. Se e di unë si kja bëj. Edhe kjo, tani kemi këtë që është një fustan. Inshallah pjetë materiali mirë edhe të më bëj normale. Unë se kanë ku ta vesh tani, por shikojeni goca. Këta këtu, kjo duhet ta kap me në gjë, unë apo si. Shikojeni pak se çfarë fustani. Ndoshta kur vishet, se kjo pas ka pak si të hapur këtu. Kur vishet ndoshta nuk duket ashtu, por shikojni, është shumë i bukur. Është shumë i bukur, edhe i trash, që i trash. Shikojni, është goxha i plot si fustan. Ja. Ta kisha për të ditëlindja Zojt. Nëse do kemi raste të tjera prapë për t'i veshur, shumë i bukur, shumë dhe ngjyra. Besoj se mben, sepse e ka marrë një masë më të madhe, sa ashtu thonin aty në komente, që duhet marrë një masë më e madhe. Por kjo pse i rreqi kështu, kjo s'm pëlqej ka që, domethënë, kjo pjesa këtu, ndoshta shoh mase e kap me ndonjë gjë dhe këtu në mes, këto lulet që të rrinë brenda. Kuptoni? Gjithsesi kështu është shumë i bukur. Ja. Këto ishin që më kanë ardhur nga TikTok-u. Mbase e provoj këta, që t'i bëj reklamën, si që duhet, në TikTok. Dhe më kishte ardhur dhe një gjë tjetër në fakt, por e kam Matan. Është kështu makineri për të hequr pushin, edhe vërtet që ka qelluar shumë e mirë. E kam po e postova video në TikTok që e bëra. Nëse dëshironi shkoni i shikoni, përseja super blende për të hequr pushin e rrobave. Më të mira se ato që janë kështu me ngjitse.
Këto ishin gjëra që na kanë ardhur. Hej goca, ora është 11:20 edhe njerëzit tani erdhën. Jam poshtë duke u ngjitur edhe unë s'kam shumë që bëra një dush. Darkën e kam gati, e kam shtruar pothuajse vetëm peshkun është për të vendosur dhe e lash në sobë që të rrinte i ngrohtë. Edhe është vonë, e di, por s'ka gjë. Një ditë një ditë nuk quhet. Do shifemi nesër, shohim ç'a do bëjmë nesër, të gëdhim mirë një herë. Tjetër ta. E thashun qa marke janë? Janë originale Honda. Hej goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në vlogun tim. Sot është dita tjetër që kemi Kunatin, vllajën e Ilirit. Për momentin kanë dalë të gjithë, janë vetëm unë me vllajën në shtëpi dhe Zoi që është në gjumë. Mbrëmja kaluam shumë bukur, u kënaqëm me thënë drejtën. Unë nuk filmova dot sepse normale nuk do rrija të filmoja, ndërkohë që ishim duke bërë muhabet, e keni parasysh vetë ju këto momentet. Edhe më kishin sjell panetone. E di që u vdes për panetone. Më solli Kunata. Edhe dy çokolata të mëdhaja, do më shnoshin me zorë. Edhe unë këto nuk i ha, këto i ha Iliri. Unë këto nuk i kam qef. Edhe një 2 lloj djathërash, edhe një lloj sallami. Këta rrin në Itali, jo e kam treguar. Tek ajo panetonia që isha duke ngrënë tani, ishte e madhe kutia, e kam aty, presni. Që ka edhe këtë si tip shampanje, kishte edhe këtë shampanje brenda. Edhe këto ishin. Na kishte sjell edhe, se i kam atan. Ishin një 2 si tip setesh, robe për Zoi, janë për më vonë ato normalisht, kur të ngrohet pa koha dhe janë fiks për atëhere. Më kishte sjell dhe mu një bluzë me kraq shkurtra me zemra, bardh, keni parasysh ato bluzat e bardha me zemra të vogla shumë e bukur. Dhe një bluzë me kraq gjata për Ilirin, një trikot holl kështu, po ato shumë e holl, jo, kafe. Edhe këto ishin gjëra, domethënë. Tani, unë nuk e di ç'a do bëjmë, ç'a do bëjmë për trek, se Kunata ime ka dhe vllajën këtu, edhe janë atje tani për momentin, nuk e di a do rrim për trek ande, a do vim prap këtu, se për darkë e di që do t'i mbaj këtu, nga që nesër ata do ikin, kaq do rrin, do nisen nesër para dite, që të shkojnë në shtëpi, domethënë mos t'i zëri shumë nata, e kuptoni? Edhe, nuk e di tani. Unë po pres një herë, se doja të dilja dhe unë të blej diçka. Nuk e di, kisha qef t'i bleja diçka Kunatës, pasi ajo ka ditëlindjen të hënën në fakt, edhe t'ja jap edhe asaj, se ne, jo përveç kësaj doja t'i merja edhe ndonjë gjë, se ne kemi çikshune, jemi çikshune shqiptarët që, e kuptoni, nuk i lëm dot njerëzit, sidomos kur na sjellin gjëra, t'i lëm bosh kur ikin për shembull. Flas për njerëzit që i kemi shumë larg, themi. Edhe kështu.